kur të debatojmë me dikën tjetër, edhe pse nuk na përputhen idetë, të jemi të matur. Këtu përsëri kemi mungesa të mëdha. Momentin që tjetri e hap gojen, me nuk presëm më, nuk kemi durim. Jemi të mangët, duke filluar prej vetes tim edhe tek ju. Do thot, duhet ta dëgjojmë palën tjetër dhe më vonë ta shprehim mendimin tonë. Këtë thot Allahu i mëdhëruar në Kur'anin famëlar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dhe debato dhe polemizo me fejet tjera, me hithtarët e fejeve tjera, në mënyrën më të bukur dhe më të mirë. Nderuar i vëlla, kur pejgamberi alayhi salam ishte në Mekë dhe po përjetonte vitet e torturave më të mëdha, 3 vite radhazi, Kurejshët e maltretuan, e izoluan, edhe çfarë nuk i bën të dashurit të Allahut dhe shokëve të tij. Por në çdo rast ai mbante qetësinë në mënyrë maksimale. Njëherë ju paraqit Eba Welidi dhe i tha